Historia e Mariana Cmeta është një nga rastet më të rënda që ka dalë nga burgu i grave në Pojsk, ku vuajtja psikologjike shpesh bëhet po aq e fortë sa edhe dënimi vet. E dënuar me 32 vite burg që në moshën 19 vjeçare, ajo rrëfen për jetën e saj të vështirë, larg vajzës që u rrit pa praninë e saj. Ngjarja që e çoi në burg lidhet me konfliktet e vazhdueshme me vjerrën, Liri Elami, në një familje ku bashkëjetesa kishte krijuar tensione të forta. Marrëdhënia mes tyre ishte e përkeqësuar prej kohësh, derisa në prill 2017 situata përfundoi tragjikisht. Sipas Cmeta fillimisht e helmoi vjerrën, duke i dhënë një pije me substancë toksike, e më pas, duke parë që ajo ishte ende gjallë, e mbyti me duar. Ky veprim u konsiderua nga hetuesit si krim i paramenduar dhe jo një reagim i çastit. Ajo që e bën rastin edhe më të pazakont është fakti se pas ngjarjes, Cmeta shkoi vetë të rrëfehej tek Hysen Shehu, imam në xhaminë e Çollakëve, duke pranuar krimin. Rrëfimi u regjistrua por nuk u denoncua menjëherë, duke krijuar një periudhë heshtjeje deri në ndërhyrjen e autoriteteve. Sot, përveç dënimit penal, ajo përballet edhe me një dënim emocional, ndarjen nga vajza e saj. Sipas ekspertëve dhe figurave si Anila Hoxha dhe Gjoj Jakaj, gratë në burgjet shqiptare vuajnë thellë mungesën e fëmijëve dhe përballen me një realitet të dyfisht, dënshkimin ligjor dhe familjar.